Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Ndërruar besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Javën e kaluar kemi folë për llogaritjen e vetvetes si një detyrë për çdo besimtar që her pas here mundon me veten e tij dhe me pasë ka është duke shku dhe më mundu me korrigju dhe me përgjegjësu e të gjitha shpëzër jemi në ujle pa dyshim pavarësisht moshës dhe kohës në udhëzim jemi në ujle që me përmisu vetën dhe me ardhë duke bo më i mirë, duke shtu veprat e mira, duke lënë, duke largu nga veprat e liga, thotë Ibn Qayyim rahmetullah alayhi, tregon për hoxhën e tij Ibn Taymiyyah rahmetullah alayhi, thotë e kam dëgjuar, thotë Ibn Taymiyyah, ai ka qenë një dietar jashtëzakonisht i madh, thotë e kam dëgjuar në fund të jetës së tij, pra është një ibadetxhi i madh, një dietar i madh, një njohës i mirë i fesë, e kam dëgjuar thotë në fund të jetës së tij duke thonë, unë ende vazhdoj me përmisu veten time dhe hala vazhdoj me përmisu islamin tim dhe hala s'kam arrit ato ku duhet. Nëse ai i nderuar ai hoxhë madh ka thonë kështu atëherë ku jemi të dashur të zëra. Dhe duhet bëjmë përpjekje në maksimum vazhdimsi që me përmisu veten tonë dhe me përmisu veprat tona. Kjo temë sotit është si vazhdimsi ose plotësim i temës së javës së kaluar, pra qysh duhet me llogarit njeriu veten e tij, cilat janë mënyrat që njeriu me i ditë ose me i njoh mëkatet ose tmetat e tij, duke përmend edhe një shembull ose dy të disa prej dietarëve se ata e kanë regjistruar përvojën e tyre në llogaritjen e vetes. Ndërruar dhe Allah azza wa jalla thotë në Kur'an: "Wa nafsin wa ma sawaha", pasha shpirtin atë ai cili ose atë që e ka kriju dhe e ka formsu dhe e ka përsos atë, فألهمها فجورها وتقواها, dhe ja ka sqaru fujurha wa taqwaha, të keqen dhe të mirën. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, vërtet ka shpëtu ai i cili e pastron shpirtin e tij, veprat e tij, veten e tij, wa qad khaba man dassaha, dhe ka humbur ai i cili e njëllosë shpirtin e tij, veten e tij me mëkate dhe me gjuna. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon se njeriu është i përballur se secili njeri ka tmeta, ka të mira dhe ka të këqija. Por besimtari duhet të bëjë përpjekje në vazhdimsi që të liga dashurëzën me menjanu, me largu apo me zvoglu sot ka mundësi. Kështu janë të gjithë të nderuar vëllezër besimtar, po njeriu nga natyra e tij është i krijuar i tillë, ka sjellje të mira, ka shprehje të mira, ka cilësi të mira, po ka edhe shumë tjera të mira. Andaj ai duhet bëjmë përpjekje që ta përmirëson veten e tij në vazhdimsi. Andaj dashur vëllezër, kërkohet prej secilit prej nesh që të ulet me veten e tij, të vetmohet me veten e tij dhe të analizoj veten e tij secili. Ka praktika interesante të dietarëve, të analizoj veten e tij dhe pastaj të gjykoj se ka është duke shkuar, të analizoj sjelljet, fjalët, veprat, ibadetin, të kaluarën, subhanallah, mu kthy njeriu me veten e tij, me kthy shiritin ka xhalarë, se ka njëherë ne po harrojmë dashur vëllezër, po harrojmë dashur të kaluarën,
i harrojnë sa mëkatet e shumta që dikush ka mund t'i bëj dhe mashtrohet me një të tashme që ndoshta edhe kjo nuk është sa duhet e mirë. Andaj kur njeriu e rikthen kasetën që na thonë të njëherë shiritin e jetës së tij dhe nolet me veten e tij i analizon veprimet që i ka bërë, punë që i ka kryer, ka hije, ka dalë, por edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe mëkatet i analizon me pas mundësi edhe me i regjistru gjithsesi është mirë mënyrë që me pas se a kemi ndryshu, a jemi përmisu, a nga jemi duke shku. Është lëzër duhet besimtarin e duhet që me gjyku ose me llogarit veten e tij sinqerisht. Me qeni sinqert në veten e tij. Nuk ka nevojë kërkun jam i rrëfy, as me i tregu se qysh ka qenë, ose ku ka qenë, ose qysh është. Përveç nëse kërkohet, është domosdoshme për shkak të rregullimit dhe të permisimit. Për ndryshe nuk është e kërkuar që besimtari mi ka dhu kërkojna qysh ka qenë dhe çka ka bërë. Por duhet jetë i sinqert me veten e tij dhe duhet bëhet i sinqert dhe pa dorza me veten e tij, pra të flas vetes së tij dhe të mundohet me korrigju sjelljen e veprën e kështu me radhë. Pa u kthyer dashur të besimtar, pa e pastru të kaluarën, pa i largu dhe pa i rrë peshmën për shumë për i veprave ndoshta që dikush i ka bërë, s'mundet me arrit ose me kalu të hapi i radhës çka është permisimi. Dhe kjo dashur nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Permisimi i nefsit nuk është i lehtë. Ka prej dietarëve që thonë dashur transmetuesi Sufjan al-Thauri rahimahullahu taala ka thonë e kam korrigju e mundu me permisu sinceritetin, njetin për 20 vite me radhë. Nuk është e lehtë pra ikhlasi se ti dhe me permisu. 20 vite me radhë. Tjetri, thot kam vazhdimsi, bëj përpjekje me vitet tona me e permisu vetën dhe halas kam arritë ato ku duhet. Nuk është e lehtë, me lanë vesët e këqija nuk është e lehtë, më permisu nuk është e lehtë, me lanë disa shprehji jo të mira nuk është e lehtë, me ndryshu vetën nga një gjendje që është mësuar ndoshta njeriu, nga disa mëkate, nga disa qefe, nuk është e lehtë, andaj kjo do të përpiqet. Allahu ka thënë në Kur'an, ata të cilët bojnë përpjekje, ne pastaj i udhëzojmë dhe i ndihmojmë atyre me arrit rrugën e drejtë. Ata që bojnë përpjekje. Kushte ai që s'bën përpjekje, s'po don Zoti don gjithsesi mirë, po duhet besimtari dhe njeriu duhet më mundu, pra duhet me lëviz, me nxahet e fina, ai cili bën përpjekje për me ardhur tek ne. Ne kemi mja hap aty, atina kena mja hap rrugë. Por nuk është e lehtë ashtu, permisimi nuk është i lehtë, as ndryshimi, as korrigjimi, as pastrimi i vetes dhe as llogaritja e vetes e sinqert. Mirë po, nuk duhet njeriu që më zhgënjye. Tjetër dashur vëllezër, thotë se kam bërë përpjekje në vitet tona e kam qu veten me zërt ka Allahu, me zërt. Çaj bjen se s'ka dasht me shku për në xhamia, si ka pritu mu fol, ka pritu mu që sa për një kohë gjatë me zërt. Me zërë e kom shti, hajde për në xhenet, me zërë. Pastaj vjen koha, thot ose ka orë koha që pastaj e kam përjetu dhe e përjetoj atë kënaqësin dhe e rrugës ose kënaqësin e udhëzimit. Tjetër e dashur vëllezër, thot me vitet tona
e kam falë aleshtu kam përmendu me përmisu namazin ose faljen e namazit të natës. Me vitet tona jem mundu me zërë, kom pritu, nefsi pritan, edhe sot pritan. Mirë po thot 20 vjetët me zërë këm shti më falë, ki më falë, s'kena me fjetë pa u falë. Pastaj thot 20 tjera, thot e kam jem duke shiu kënaqësinë e namazit natës. Po nuk është e lehtë, duhet përpjekje, duhet sinqeritet i madh, duhet besimtari me qenë i qartë me veten e tij, nuk duhet më apo rrafsh, me thon mashallah, ti bile po fol xhamon, ti po vjen xhami, atë tjetër nuk është kërkaheqe kështu më radhë. Ose Lazar Omer radhiyallahu ta'ala anhu, kush ka qenë Omeri, veprat që i ka bë, pozitën që ka pas, përgëzimet që ja ka dhënë profeti alayhis salam, më pas profet kishte me qenë Omeri. Unë Abu Bekri dhe Omeri e ka përgëzu me xhenet, megjithatë nga frika e nefsit, e ndryshimit të njetit, veprat moja ka bë, mirë po ju ka friksu kujna, ju ka friksu njetit. Dhe çka ka thonë Hudhaifës radhiyallahu ta'ala anhu, a jam prej munafika, sepse profeti sa më ka treguar Hudhaifës me shpallje. Ose profeti nuk e ka ditë të msheftën. Mirë po ja ka treguar Hudhaifës munafika që i ka zbrit shpallja. Filani në Medinë, ata falen me ty, janë xhami me ty, po janë prej munafikave. Nuk i ka thonë me bë publike emrat, por ka thonë dije se çita i kien xhamat në rreth në xhami mirë, po janë munafika. Në atë kohë, sepse profeti ose shteti musliman dashurëzën në Medinë filloi më u fuqizu, muslimanët filluan më bë të fortë dhe tash në kësaj raste paraqiten munafikat. Qysh për shkak të interesit ata thonë ajna musliman mirë, po zemra nuk e kanë për musliman, ose nuk e kanë të pasur. Andaj Omeri nga frika dashurëzër e thashte Hudhaifës se a thua vallë për fytyrë kapli. Kallëzëm a jam listas jam. Nëse Omeri dashurëzër e ka pas këtë frikë, Abu Bekri nëse e ka pas këtë frikë, i kujtohet hadithi që Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu u taku me Handhale ka qenë një tjetër sahabi i madh i Profetit alayhis salam. Thot një ditë, kur shkova në shtëpi, po e mendoj gjendjen time në shtëpi dhe gjendjen time kur po jam në xhamitë e Profetit alayhis salam, dhe pash një farllë ndryshimi të madh. Në xhami tjetër po jam. Namazi, Kurani, shokët, shoqënia, ligjëratat, hutbe këto e bën njëri mundi pak më ndryshe. Kur po shkoj në shtëpi, po ndryshon agenda, punë, detyrat, obligimet, sikur thot po e harroj xhenetin dhe po më duket edhe në farllë një foku. Dhe në dashur është kogja serioze dhe pastaj kujtohet ka dalë në rrugë dhe nis me shku te Profeti sallallahu alaihi wasallam, ka me shku me thënë ja Rasulullah. Më na gjyku që gjendjen tonë që nuk kena çdo herë një gjendje sikur se në xhami edhe në shtëpi. Dhe kur shkoj rrugës, se duke shku rrugës e po Abu Bekrin, e ta ka thënë çka ke dalë alhamdulillah, ta kanë dalë kështu. Abu Bekri dashur të zot. Ta vallahi dhe edhe në çashtu ta jam. Subhanallah. Asu kja bonë në rafë, hajde se mirë jena posh, çashtu dhënë, jo, hajde po shkojna bashkë te Profeti. Nga se edhe unë në xhami jam ndryshe, në shtëpi jam ndryshe. Mososh kjo shajë një fokut. Pra sahabët, jo sahabët, çka do sahabë, po këta kanë qenë mas profetëve, është Abu Bekri. Dhe ka thonë Profeti selam, umetin e nënon, Abu Bekri e nënon, imani i tij është ka qenë shumë interesant. Megjithatë, edhe në thotë që në kam e rrezikuar nga një fakë. Dhe në shku të përta se në një Rasulullah që është. Po të ashtë do shta me thonë që edhe besimtarët më të mirë
e kanë pas këtë frikë dhe jenë mundu që më ruaj dhe jenë mundu që me përmisu. Madje Omeri radhiyallahu ta'ala anhu në momentet e fundit kur po jep të shpirt, kur e plagosi realisht ai goditi me thikë, ai pabesimtar zjarrpotes në xhamin e tij duke qenë në namaz të sabahut, imam në mihrabin e profetit, e goditi me thikë, ai me gjësi i keq, e për momentin nuk vdesh, derisa në shtëpi. E kur erdhen shokët e tij dashur vëllezër, shokët e Aliu, Uthmani, plot shokët e tij për rreth, po dojnë farforme me ngushëllu, dhe pja përmenin të mirat, ja Amirul Mu'minin, ti ke bo këtë vepër, ti ke qenë kështu, ti ke bo këtu, po për ty, vdekja është e mirë. Tha djalli i tij Abdullahit, i cili ja vendoste kokën në gjuthat, lema kokën tokë, jonë tokë le të prejtë dhe jo. E kur përmen Aliu, e ke bo këto, përmen vepra të mëdha që e në kohën e tij, zgjerimi i shtetit ose i islamit, përhapja e islamit në kohën e tij, jashtëzakonisht shumë. Pja përmen këto, tha, kisha pas dëshirë që këtu hiç mos më llogarit për to. Pra sepse kam frikë kur të llogaritna për to, nuk e kam pas jetën, subhanallah. Dhe dashur vëllezër, me pas besimtari me qenë i kujdesshëm dhe më mundu që me llogaritë veten e tij. Është një përvojë interesante të dashur vëllezër, njëri prej xhallarëve është gjallë hala, është një hoxha dietar i madh në Egjipt, Muhammed Hussein Jakubi, Allahu e rujt, është një hoxhë i njohur edhe për botën islame, por mendoj edhe tek ne në veçantë rinia, sepse ka libra, ka madje edhe video që i kanë përkthyer me titra shëndëror, është i njohur veçantë, është i njohur në smundjet e zemrës, në sfetin fetar po flas. E ka regjistruar përvojën e vet, subhanallah, në një libër e ka regjistruar përvojën e vet, qyshe e ka llogaritë veten një prej helave. Kjo nuk është e lehtë, që dikush me qitë në libër me kallëzu se kush e mund. Në aspektin ka kallëzu të meta që i ka gjetë vetës ti. Kjo nuk është e lehtë. Mirë po thotë e kom bo pas e kom publiku realisht. Pro i ka bo publike dhe është botuar dhe kom nxerë të tregon se çka qysh e ka llogarit veten, me pas si mostër dhe çka ka gjetë pastaj tek vetja e tij dhe cilat janë ato që ati i kanë ndokë gjona të mëdha, që për neve ndoshta disa prej gjona që ka përmendur se janë kur gjohet as nuk hi në regjistrin e veprave të mira. Thotë dashur vëllezër, ky hoxhë i madh thotë në vitin 1000, se libri është hoxha më i botuar, në vitin 1984. 1984 kam shku thot në Medinë e pejgamberit alayhis salam, dhe kam qëndru 10 ditë. S'kom fol me njëri, një dhomë kom marrë të thjesht, modeste, 10 ditë nuk kam fol me njëri gjallë dhe s'kam nejt me njëri gjallë, vetëm kur jam dorë pra se dhome me shku me fal farzet, namazet, farzet edhe sunnetet, dhe kom bo përpjekje që në vazhdimsi me fal namazet në roda. Gjilerët që kanë qenë din në roda, kopshti, gjenitës e roda, që nësë është veni më i mirë mrena gjamisë e profetit me pas mundësi më fal. E në atë kohë, dhe shëllëzër, vizitorët kanë qenë, numri ka qenë shumë i vogël, dhe ka qenë me lehtësi, ka qenë letë me i më fal në roda. Dhe i rrisha gati, 10 ditët me kërkon s'kom fol. As e kom pas vetëm një detyrë pa ta qitë veti,
lopsin, fletoren dhe me I regjistru krejt, o mundu me bo në vetës me këshyr krejt çka kom me analizu, çka kom punu deri që tash. Edhe me po se ku jam. Mas 20 vite tani ka shkru dhe ka publiku. Në 2004 e ka publiku që të llogaritën që e ka bo vetës e ti. Alhamdulillah, për të 20 vite 95% të atyre që I kom gjetë në atë kohë e kom përmisu. Alhamdulillah. Pra do shëtë se njeriu nëse hynë kësoj, ose qëllimi I llogaritjes është që me përmisu vetën, që kjo është qëllimi kryesor. Këto bojnë njerëz edhe në biznese, edhe gjithkund. Kanë lloj mënyra që analizojnë punën e tyre, biznesin e tyre në 3 muaj, në 6 muaj, mrena viti minimumi. Mas fakti në fund vitit e bojnë një farë bilanci me shiku se apo ec, as po ec, apo bën, as po bën. Të hyra dhe të dolerat, ku dështuam dhe ku patën sukses. Që kjo është qëllimi për të shëllëzër I llogaritjes së vetvetes që me po ku jem dhe me permisu veten e tij. Pastaj tash shëllëzër thot këto 10 ditë në xhami jem kthy në banesë. S'kam lajm me kërkon ku shkru gjithçka çka më ka kujtu. Me fjallë, me vepra, me të mira, me të këqija, me krejt çka I kam. Qysh jam, cilat janë ëndrat e mia, cilat janë sjelljet e mia. Të do të konë shumë I sinqert. Dhe nuk është kush më ia kallëzu tjerëve. Po them nuk është kush më ia kallëzu tjerëve, po duhet me I pas me ditë për viti. Dhe subhanallahu I ka publiku pastaj ato që thot I gjeta të nefsi. Pas një analizët të thellë që ja bosh, kallëzën se qysh e ka po dhe qysh I dul vetja. Thot, ka fillu kështu. E gjeta veten që ka dëshirë, me nejtë, mos më lodhë. Edhe nëse është në pyetje, Allahu subhanahu wa ta'ala. Pritën. Qef ka me kon mos më lodhë shumë, mos me lodhë vetën, mos me ngarku vetën, fështirë më qunë sabah, fështirë me agjeru, fështirë me dhamë, fështirë. E pa që ka qef me anu ka rahatia, s'ka for qef më lodhë, edhe nëse është në pyetje, dini Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është nështë gjendja e shumicës së njerëzve. E gjeta thot veten që ka dëshirë me sa ju arsyetime për me arsyetu veprat të mira. Sa janë për me arsyetu gabimet e veta, s'kum pasore, pa ja bo qështu. Ose sa janë hiç pa pas arsye me arsyetu veprimet jo të mira. Subhanallah. Tretë të shëllëzër, pas janë mas me ditë gjona që si janë në fushën tonë, si janë në domenit të së interesojnë. Një kohë të madhe dhe të kisha kalu, duke marrë me gjona që si janë të mija. Duke qenë shumë jam kurioz me ditë qka I tha që atje që atina në fund, qka po të hinë punë. Ose I shetë dikun 2 vetë të nejtë për gjomi, thëtë, qka janë të bo, marë Allah, thëtë këta. Përshamë, thëtë, kurioze, gjeta vetën, kurioz shumë me ditë gjona që s'janë të mija. Sa është për ty, hecë. Subhanallah, so koha do shumë dhe so koha në argjojnë njerëz, sot duke shiqu, duke përcilë, gjona që s'kan bojnë duke lexu, duke interesu për gjona që s'kan bojnë kur gjome me tha as për së afërmi, as për së largë, as për dynja, as për ahiret. Përveç ashtu.
Subhanallah. Ka të shëdëzër thët, humbja e kohës, kom po që kom hub kohë shumë në për takime, në për nejat pa dëvishme. E kom gjetë vetën që kom hub kohë shumë, neja, takime, qapëdivune, pa dëvishme. Kanë shku ditëm, kanë shku sahatëm, kanë shku pa ndonjë bik, ka njëherë, ndoshta edhe të dëmshme. Subhanallah, shëzër që kjo, thotë e kom gjetë vetën që pritën një bohë hizmet të tjerëve. A ka qef dikush me i bohë hizmet. A mu që u e dikun a mja bonit mirë, nuk jam mërmena. Që kjo përkallëzën për vetën e ti. O gjithë të nëfsi, e kom po vetën që demel është. A këti ka qef mi boj izmet, ka qef me nëru, ka qef me respektu, ka qef dikush me qarros, ka qef. Po ti ku je, ta të kom po që pritaj, demel pak. Pas të shudë që tëtë, subhanallah, e kom gjetë vetën që kam dëshirë, gëzohem kur dikush lavdran. Ka njëherë edhe me diçka që nuk e ki heq. Ta bën mashallah, s'ka me ty. A veç ka bo hajgore, se të ka bo rafsh. Dhe ti thuash alhamdulillah. A ti e din që thot, e kom gjetë, kam qef me më livdu. Dhe hidhrohem kur dikush më ka kundështu diçka. Subhanallah. Disa të shëdhëzër, disa djetarë, kanë thonë njeriu, sigurisht se le vetën e tij më mirë. Dhe kur dikush të lavdron, mos u mashtro nëse të lavdron me diçka që nuk e ki. Mos u lavdron, mos u mashtro. Sikur se edhe mos u brengos nëse ta akuzon me diçka që nuk e ki pra. Mos u brengos. Tha dini prej xhallahu dashur në Medinë, është gjallë hala Allah e rujtja Rabbul Alamin, Shehia Yahya, Lehu Gjimau. Thot, erë njëherë një djallë i ri, kjo është hoqë plak tash, ka dalë edhe në pension. Erë thot një djallë i ri, po të regon një përvojë shumë interesante. Po edhe mënyrën qysh ju ka qanë, se kjo është shumë interesant. Erë thot një djallë i ri në gjami, ajo është imam në gjami, ka qenë, se tash ka dalë edhe në pension. Tha edhe, po më thot, hoqë nderuar, i ki disa cilësi jo të mira. Për hajkoft, tha vesh mi shkruun që ato të këshyri, regullash njëri insan jena. Edhe e mora, tha, edhe me ke shkru, tha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i e kështu. Për shamë, nërvëzohë shpejte, në këshyrë më rrallë të pezonë, të ashtonë për i thëmë këto si disa qëka e ka gjitha, e disa vrejti. E ka sëtë kësi trima, ka dhe sëtë që dënë me kalëzu, i thëtë filan, alamet hoqës e njerit, ose ti i kje këto gabime. Si do qoftë, ta e mora dhetën, kjo hoqë e madhë, është lëzër dhe kjo është janë zakonisht i dëlluar në këtë fushën e nefsit, e zemrës, ka librat mira shumë pastrimin e nefsit, dhe zemrës. Ndaj kjo është, mi thonë, doktor i zemrës në aspektin shpirtëror. është gjallë në dine, hoxha Yahya. Edhe thaun e mora, thash Allahut shpërbleft, që mi paske në gjithë, ama letrën, edhe shkova hina në zyre dhe këshiri, në e poshë si jam, elhamdulillah, 2 si jam, 3 si jam, 4 si jam. Tha mdullë analizat më dullen mirë, pa nuk jam ashtë të qyshë më ka thonë, por, tha ta shpëmundohën me zbulu, ka aj ka mëndu për mua, ka e ka mora e për mua që të mendim një të mirë.
mos kam bo ndonjë sjellje pa dashje që atire ju këmdok ndashta me një malë, për shembull. Pra tash vëllezër, njeriu duhet me pasë pra thot ky hoxha, e kom gjetë veten që kam qef me lavdru, ndërsa nuk kam qef kur dikush unë kundërshton, sidomos në para të tjerëve. Po ashtu tash vëllezër, thotë e kom gjetë veten që nervozohem shpejt. Kjo është e mirë. Njëri kur e përmirëson vetën duhet më lol, nervozohem shpejt, ndoshta edhe për një fjalë, dikush një fjalë si flet tani me vjet. Kjo është e mirë. Profeti ka lavdru, ka thonë disa persona nervozohen shpejt dhe kthehen shpejt. Disa nervozohen shpejt, kthehen kadal. Disa nervozohen kadal dhe kthehen shpejt. Edhe kjo është më e mira. Nëse për shembull, nëse vjen puna mirë, po me pasë e ka gjetë si të mirë. Po është tash vëllezër thotë e kum gjetë, kjo është më shumë për xhallar tash. Thotë e kum pa që u vjen vështirë nëse dikush u pyet diçka për fe, me thonë se di nëse nuk e di. Sidomos pranit të xhamatit, cilët mendojnë se kjo është hoxh mashallah, e çysh tash me thonë se di, u mulet autoriteti. Dhe kjo është e mirë. Në hadithin e dytë që kemi fillu të diellën prej haditheve të Imam Nevaviut, kur e ka pyet Xhibrili profetin alayhis salam për kiametin, kur është kiameti, ka thënë se di. Unë ka unë zdi ma shumë se që din ti, ose ti di ma shumë se që di unë. Ka thonë se di. Në do shlozer ka po se edhe met është që njeriu me thonë diçka e di kur nuk e din, ose me dhonë fetfa për diçka që nuk e din, sepse vjen keq me thonë nuk e di. Dhe kjo është e met pa dyshim. Dhe kum vrejt veten, e kum po sepse po ngushtohena, po vjen keq, po vjen rënd me thonë se di. Ka orë një besimtar të Imam Maliku rahimahullahu taala, ka qenë dine hoxhi i madh, për xhallarë më të mëdha se kohë. Ai ka orë prej Andalusit. Ka orë me disa pyetje. I ka shkruar disa çështje që ka kërkuar përgjigje prej hoxhës më të madh se kohë. Dikon 40, ka posin 40 pyetje një apo. 36, subhanallah, 36, ka thonë se di përgjigje. 36 për tyre, ka thonë se di. Se di, ka thonë, oj mam, qysh se din? Çka mi thonë tash unë kur kthehen atë popull e atë ndërlës, çka mi thonë tash kur tham thuju popullit imami që tu nuk i ka di. Kjo fe është. Nuk ka këto e gale. As nuk ka marrë. Mirë është me dit, por nuk bën me fol pa di. Andaj, du me pas kujdes pra edhe hoxhallarët, por edhe xhamatin e veçantë, sidomos në kohën e sotit, vrejnë disa djemë të ri që madje marrin guximin me fol, e me dhon fetfa, e me transmetu fetfa, e me pas mendim edhe në mesin e xhallarëve. Ka ndonjë grup, ndonjë rreth, ndonjë sidomos në rrjetet sociale, ka ndonjë grup që ka edhe hoxhallar, 4-5 hoxhallar, ka edhe xhamat, fleta i pe atij do të më merr mendja që ç'është është. Subhanallahu na permisoft. Subhanallah. Gjithashtu e kum pa thot veten nefsin që kur kam bo polemika me dikon,
Kom pas qef gjithën me dal mirë. Kom pas qef une me thonë mirë edhe me dal mirë edhe mos me hukar. Kurse gjithmonë kom pas qef që kundërshtari mos me aqillu, subhanallah, dhe kjo është pikë e dëmt. Kur kena polemizu me dikën, kena debatu për ndonjë mesele, do të kom pas qef që me aqillu une, jo ai. Subhanallah. Kjo është njëri sinqert se kështu s'ta kështonë të bazë gjithkosh. Imam Shafiu rahimahullah ka thonë sa që kom polemizu me dikën, kom debatu me dikën, pe hoxhallarët kohës ti. Gjithherë kom pas qef që ai me aqillu. Sepse kom pas qef që mu dash me vazhdu dashnia mes neve. E mos me aqillu ai, bo aki s'm kesh fol mo. E kom pas qef ai me aqillu tani ai, e unë se kom pas atë problem, thot. Unë se kom pas atë problem. Me rëndësi është, ka thonë me rëndësi është haku mu dit, mu morë vesh. Me rëndësi është haku mu dit. Aja qillova unë, aja qilloj hoxha tjetër, nuk është me rëndësi. Pastaj të dytë kena me pasu që ato. Ndërsa kjo po thotë unë e kom pa veten kur e kom hulumtu që kur kena bë debat, kena polemizu, kom pas qef që unë me qillu atë tjetëri me qenë me pas gabim. Më ka orë, thotë e kom gjetë vetën që kur kam bë gabim ndaj dikuj, më ka orë shumë e vështirë, gati pa mundshme, me thonë më falë, më banë Allah. Subhanallah. Kanë bërë njerëzi, ka njerëz i bojnë disa gabime edhe pa vetdije, edhe pa qëllim. Ka njerë ndoshta nuk ka qëllimi i keq. Pak në hajgore mirë, po e lëndon dikon. Mos e le muftof heq, me njerë thuj, ma banë halal. Me njerë. Dhe kom po veten që më ka orë vështirë, me thonë, me kërku falë dikojna. Për një gabim që unë e kom bo. Pastaj thotë do shëllëzër, subhanallah. E kom gjetë atë vetën, kur kom ullën një mejlis, kom pas që vetë me folë. Vetë, nësëjallan fjallën në kërkuj. Me dominu. Sepse kohë madhë me ditë po, edhe me dominu në mejlis. Shumicën e rasteve, është shumë herë është vëllezër thotë, kum pas qef mi tregu, kum pas që kisha qef mi tregu veprat e mira që kum pas. Neja, biseda kërëshëm, gjithë kishë nefë që kishë qef një kalëzu pak tjere që kum pas une. Kum pas qitore, kum pas qitore. Kodi besimtare që një pëshevi pra të mira sot ka mundësi dhe mos mi publiku vetëm nëse ka ndonjë arsye dhe dobi në aspektin me marë mësim dikush është në radhë. Atë kom pas qef dhe kështu ka platë njërë të shëllëzër që ndoshta ketë muhabetin e kanë dhe të rritërave të ti. Ketë muhabetin e bënd kalëzën që kom bëne që ka zhjetë. Unë. Në gjallarë të ndëruar e dinë se kanë qenë edhe janë halo studenta në punimet shkencore nuk është e pëlqyer më përdor, po flas në punimet tona që e bëjmë në fushat tona fetare. Nuk është e pëlqyer shumë me përdor për emrin unë. Atë kur shkruan studentit diçka me thonë, unë e zbulova, unë e bona, unë e kuptova, unë. Pra mos me rrit veten shumë, u mundu, gjithmonë me kon modest. Pra të kom rrit veten që ka dëshirë mi përmen veprat që i kanë bërë.
Subhanallahu, një tjetër metër që e kom gjetur shumë vëllezër, thotë nëse Zoti më ka mundsu dikujna me bë mirë dhe më taku me të, ja kom përmen. Dhe të kom përmen. Më në filmat kujtuat. Kërka hetë se kom. Atë kujtuat, kërka hetë se kom. Ose s'kishe buk me hongër. Atë kujtuat kër une ta gjitha dorën, e kështu më radhë. Në farforme, me nëzirë që shtojnë të nga popullë për hunë që ndimin që e ka thonë. Dhe po ashtë të përmë një tjetër, thot dhe me bo personi që i ku bo mirë. Mos më ma ditë, mos me konë mirë njës, ose më ma këthy me të keqë, që e kjo. Ati që i bo mirë, rrujë se ta këtër me të keqë. Po në shumë zëlliri kërë bën e mirë për të mirë, e bën me hirtë Allah të zëvëgjel edhe e harran mo. E harran mo, sidomos ndaj ati që ja ke bo. Nuk duhet me nditë dhe ndoj e përsi ndaj ti, se ti e ke shiru, se ti, atër Allah zëvëgjel ty të ka bo sebeb. Por nuk duhet sepse kjo është prej kështu humbin edhe sevapet. Por që vëllezër edhe kom gjetë vetën që friksoj për riskut. E këto hinë sot këtë ashtë. Friksoj për riskut, kurse risku është i garantum. Në për lexojnë ajetet, hadithet, edhe apet thot me bo që shtu bën vakije, se bën vakije është të më radhë. Do të më mundu të shumë vëzër, dhe do të me bo përpike, do të edhe me punu, nuk ka dëshim, e kjo është pjesë e aso që Zoti ka kërku mirë, po risku, i darja, ato janë të caktuara para se më amë në këtë dynjo dhe ne këte kemi besim. Këto kemi besim, i ka përmendë edhe disa të meta dhe që i kom gjithë në vetën time. Dhe pas taj, si kur se cika, dhe pas 20 vite, e kam përmisu vetën tim. Krejtë në fund të shulletës se edhe gjota pak, mënyrat për me i identifiku të metat e ti njeriu, i ka përmeni më të kajim rahimahullahu ta'ala 4 mënyra për me identifiku gabimet e tua, të metat e tua. E para, më ullë me ndonjë hoqë të menqër në këtë fush. Të menqër, me përvoj, me urtësi, si kur shta që i përmena më heret, me posë mundësi, me gjetë një të tillë dhe me atërgu gjendjen edhe a i ka të zëmë pak t'i bënë analizat. Si kur se shkojnë sot njerës të miku në batën me bënë analizat, veç për qefë. A i do këtë që nuk ka shku gjotë, veç jera me këshirë ku jëmë. Analizat, pra me bënë analizat pak të nefësit është mirë njeri me ditë ku është. Mënyra e dytë është vëllezër është subhanallah, kjo është me lehtë, por është me vështirë për nefësin. Me pas ndonjë shok të sinqert, fetar, që e ka frikë Allahun, edhe me thonë, ti je pasqyrë për mua. Çka të më pajsh, që jem duke bo jo mirë, si kur senzori, në të regu. Pas në shok, sigurt, që ka frikë Allahun, mi thonë që mi të regot metat që i ka. Umejrë dhe Allah ta'ala, ka thonë Allahu e me shiroft, e shpërbleft atë person që mi të regon të metat e mija. Këtu ka regla, jo gjithë këllë të mi thonë, filan ka të zamë të nejtë që ahit bahur, që në televizorat, të në qizan me videa, runa zëtë, mirë po, në i shok, në i gjemat, në i aran, në i mekë të mirë,
sigurt, që ka frikë Zotin dhe që është i sinqert, bën me i thonë për hitë Allahut, na parina bashkë, pa janë bashkë, po shkojnë në xhami bashkë, po kështu, mi kallëzan cilat janë të vese jo të mira që ta permisoj vetën. Që kaq. Me pas kështu është jashtëzakonisht e ka qenë mënyra, e ka qenë shpëzër edhe metodë që ka përdorur musliman të hershëm ose selefi. Edhe sahabët ka thënë, ti o filan më kallëzon mu, çka po bëj diçka që nuk duhet me bëj. Apo flas shumë, apo flas keq, apo përdori fjalë të mira, e kështu me radhë. Po më tregon disa të mira. Tretë tash vëllazër, subhanallah, edhe kjo është nga përvoja mënyra e tretë, është gabimet e tua mi mësu përmes armiqve tu. Ku po të sulmojnë armiqt ma shumë? E mënojnë në të gjithë në i pikë dëpt, në i gabim që të me të kohë. Për shembull, çështo ai armiku ai ka për shënësme ka për detyrë, po ai menzi spret me të po diçka që e keq, menzi spret. Dhe çato të sulmon. E ato merre sa ai nuk ta ai ta bën, ai e bën për çef, më kënaqë ti e keq. Mirë po e merr si mësim që çato po dashka më permisu, sepse ai ti përmend të metat. Jo me të permisu, po për shkak me të ullë, e ti i merë si mësim dhe e katër të ashtë ndëzër, dhe kjo është interesant në mënyrë për me identifiku gabimet ose të metat, është me nejtë me njerëz dhe me i po disa gjona që asë pëlqenjë që ti në mi largu. Rrinë me njerëz e shef filonin po flet bajat, kjo s'ban. E shef filonin po përdor fjalën dyta, kjo s'ban. Diti po bën kibet, pra me i po disa të meta, duke qëndru me njerëz edhe pastaj mundu që me permisu vetën. Allahu na permisoft, na drejtoft e të metat, na e falte, na e mbulloft, mos na e zbulloft, ja Rabbel Alamin. Na e bëni halal, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.